Ministrit të Punëve të Brendshme lidhur me sistematizimin e ri dhe degradimin që po i bëhet njësisë për punë të brendshme në Dibër. Ajo që mora si përgjigje ishte më shumë shmangje se sa sqarim, më shumë injorim se sa përgjegjësi. Dhe për fat të keq, shqetësimi i qytetarëve nuk është zbehur, përkundrazi është rritur. Prandaj sot po ju drejtojmë juve si zëvendës kryeministër dhe përfaqësuesi kësaj qeverie me një pyetje shumë konkrete. Këtë pyetje po ju a bëj sepse kam informacion dhe njohuri që për këtë çështje ju kanë kontaktuar autoritetet lokale duke ju kërkuar mbështetje që kjo të zgjidhet më së miri për qytetarët dibran. Në raport me këtë çështje, desha të di nga ju çfarë keni ndërmarrë ju personalisht, a e keni ndjekur, në fakt e keni ndjekur se ishit prezent në sallë kur unë i parashtrova pyetje ministrit për punë të brendshme dhe pas këtyre shqetësimeve të ngritura publikisht nga autoritetet lokale, por edhe nga vetë unë në këtë foltore. Unë për të rikujtuar edhe opinionin, por edhe për të rifreskuar memorien ndoshta edhe për ju, po bëj një sqarim të shkurtër për çfarë bëhet fjalë. Domethënë është çështje jo e vogël dhe jo vetëm administrative, bëhet fjalë për sigurinë e një qyteti kufitar, për funksionimin e institucioneve lokale dhe për dinjitetin e një rajoni të tërë. Sipas sistematizimit që do të propozohet, Dibra humb pozicionet kyçe udhëheqëse, nuk parashihet më kryeshefi i njësisë, dobësohet antikrimi dhe kompetencat operative transferohen jashtë qytetit. Është një pyetje shumë legjitime, a është e drejtë kjo për një rajon kufitar si Dibra që të mos ketë fjalë në vendimmarrje. Autoritetet lokale, komuna, strukturat vendore dhe qytetarët janë drejtuar me kërkesa të qarta për mbështetje, sepse ata e kuptojnë dhe e dinë më së miri se ky vendim nuk është neutral dhe se ky vendim do të ketë pasoja reale. Zoti Sali, po ju rikujtoj se Dibra nuk mund të quhet periferi, sepse fal hapjes së rrugës së Arbrit po shndrohet në një rajon strategjik dhe fal po kësaj rruge ka marrë një rëndësi shumë më të madhe. Fluksi udhëtarëve është rritur ndjeshëm, qarkullimi është dyfishuar dhe sfidat kufitare janë më të mëdha se kur. Dhe në vend që të kemi forcim të policisë, shtim të kapaciteteve dhe udhëheqje të plot vendore, po shohim shkurtime dhe centralizim. Prandaj, për ta përfunduar, po e përsëris pyetjen time, por ndoshta në një formë tjetër, a mund të garantoni ju, zoti Sali, qytetarët e Dibrës, se ky sistematizim nuk do ta cënojë sigurinë publike dhe nuk do të degradoj vendimmarrjen e dibranëve. A mund të garantoni se Dibra nuk do të mbetet pa udhëheqje operative dhe pa kapacitet të plot reagimi? Unë mund t'ju a them shumë qartë se si dibran nuk kërkojmë privilegj, por duam të jemi të barabartë në vendimmarrje, sepse siguria e qytetarëve është e drejtë themelore dhe përgjegjësi e shtetit. Nderuar deputete, ju faleminderit për pyetjen dhe interesimin që e bëni për Dibrën. Është hera e dytë që parashtroni pyetje, herën e parë morët përgjigje nga Ministri i Punëve të Brendshme. Sot unë do të mundohem t'ju përgjigjem. Është një temë me cilën jam marrë aktivisht. Besoj se i keni ndjekë edhe rrjetet sociale, kam pas takim edhe me kryeshefin e stacionit policor atje dhe me kryetarin e komunës Dibrës. Dhe në këto takime i kam siguruar se çështja e sistematizimit të ri, e cila ka të bënë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, nuk ka të bënë me politika regionale, të cilat janë politika secesioniste të ndara për çdo region, por ka të bëjë me tërsinë territoriale të vendit tonë. Dhe sistematizimi bëhet në bazë të nevojave, duke u adaptuar në teknologjinë e cila është zhvilluar, në numrat e reja të cilat
janë të nevojshme për krimin e politikave brenda Ministrisë së Punëve të Brendshme. Përsa i përket Dibrës, unë mund t'ju siguroj nga këtu se nuk do të ketë asnjë cënim të sigurisë, asnjë cënim të dëmit të qytetarëve të Dibrës, por përkundrazi efikasiteti i punëve të cilat do të zhvillohen në rajonin e Dibrës, për arsye se e dim se Dibra nuk e mbulon vetëm qytetin e Dibrës, por mbulon edhe komuna tjera të cilët janë të përafërta dhe është pikë kufitare. Dhe në këtë aspekt të jeni të sigurt ju dhe qytetarët, sidomos ata të cilët jetojnë në këtë region, se në asnjë mënyrë nuk do të lejojmë bile që të kemi cënim të sigurisë, cënim të funksionimit normal dhe të kryerjes së obligimeve të cilat i ka Ministria e Punëve të Brendshme. Përndryshe, siguria e qytetarëve është obligimi i çdo shteti. Domethënë, është befasi apo ta them e papritur që niveli i paranojës, ta them, apo i kujdeset të rritet kaq shumë në aspektin politik, për arsye se e dim se sistematizimi nuk ka ndryshuar 15 vitet e fundit. Dhe është e pritur që adaptimi i sistematizimeve dhe përgjigjes së nevojave reale të bëhet një herë në 10 vite, për arsye se ka ndryshuar gjithçka në shtetin tonë. Ashtu siç flasim për arsimin, për shëndetësinë, për Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe shumë sektore tjera, që duhet të jemi racional dhe funksional, të kemi efikasitetin në teren dhe jo të bazohemi në kërkesa individuale. Faleminderit shumë.